Gjermania do të shtrëngojë dukshëm kontrollet e kufive të jashtëm dhe kjo u bë qartë që në ditën e parë të qeverisë së re. Dëbimi i migrantëve ilegal do të jetë një prej prioriteteve të qeverisë së kancelarit të ri, Friedrich Merz. Ai e përmendi këtë çështje edhe gjatë vizitave të sotme në Francë dhe në Poloni, ndërsa ministri i ri i brendshëm i Gjermanisë, Alexander Dobrindt, deklaroi menjëherë pas marrjes së këtij posti se në kufit e jashtëm të Gjermanisë do të vendosen më shumë policë dhe do të shtrëngohen kontrollet kufitare. Kjo edhe ka ndodhur menjëherë gjatë ditës së sotme deri diku, ndërsa rregullat e hyrjes në Gjermani do të ashpërsohen edhe më shumë në ditët në vijim. Alexander Dobrindt tha se Gjermania do të shtojë dukshëm numrin e dëbimeve të migrantëve ilegal që nuk kanë të drejtë të rinë në Gjermani, sepse në Gjermani aktualisht jetojnë me 10.000 azilkërkues që sipas rregullave do të duhej të dëboheshin menjëherë. E në të ardhmen, sipas ministrit të ri, do të mund të dëbohen në kufi edhe azilkërkuesit dhe migrantët që duan të futen në Gjermani. Një dakordim e gojë nga viti 2015 që kjo të mos bëhet do të hiqet nga fuqia tani dhe atë me shkrim. Kjo nuk do të thotë se të gjithë azilkërkuesit që duan të futen në Gjermani do të dëbohen dhe se të gjithë azilkërkuesit do të kthehen në kufi. Por, qëllimi është që numri i azilkërkuesve dhe imigrantëve ilegal të reduktohet dukshëm. Gratë, shtatzëna, fëmijët dhe grupet e tjera të ndjeshme, siç thuhet, nuk do të dëbohen, tha ministri i ri Dobrindt. Por, qëllimi i tij është të dërgohet një sinjal i qartë në Europë dhe në mbar botën se në Gjermani ka ndryshuar politika dhe se këtu nuk do të mund të futen të gjithë ata që duan azil politik. Ashpërësimi i masave ndaj azilkërkuesve dhe migrantëve është juridikisht problematik dhe duhet të harmonizohet me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, në veçanti me ato fqinje, por qëllimi i qeverisë së re është që të parandaloj sa më shumë ardhjen e migrantëve ilegal dhe të dëboj ata që nuk kanë të drejtë të rinë në Gjermani. Dobrindt tha se ai vetë dhe kancelari Merz kanë kontaktuar disa nga vendet fqinje dhe se këto veprime do të ndërmirën në koordinim me vendet fqinje në veçanti. Lidhur me shtrëngimin e masave të kontrollit në kufi janë informuar edhe Policia Federale dhe autoritetet e sigurisë, të cilat në një farmase menjëherë kanë shtuar kontrollet, por deri tani nuk ka ndonjë rregullore të saktë se kush mund të futet në vend e kush jo. Autoritetet e policisë thonë se këto masa do të shtrëngohen shumë shpejt, këto rregulla do të dihen shumë shpejt, por dita e saktë akoma nuk dihet. Ndryshe, edhe qeveria e mëparshme ka vendosur kontrolle kufitare me disa vende fqinje, por qeveria e taneshme paralajmëron masa kontrolli me të gjitha vendet fqinje të Gjermanisë. Në Bashkimin Evropian vlen rregulli i Dublinit, sipas të cilit personat që kanë kërkuar azil politik në një vend nuk mund të shkojnë në ndonjë vend tjetër të Bashkimit Evropian dhe të kërkojnë prap azil. Por, ky rregull deri tani nuk është respektuar, të paktën jo ashtu si duhet dhe sa duhet. Kundër këtij rregulli në veçanti janë vendet në kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian, si për shembull Greqia, Spanja, Italia, Bullgaria dhe vende të tjera, sepse numri më i madh i azilkërkuesve vjen pikërisht përmes këtyre dy vendeve. Pra, së pari futen atje, pastaj shkojnë në vendet e tjera. Ndryshe në Gjermani, vitin e kaluar kanë kërkuar azil politik për herë të parë 229.751 migrant, që është rreth 100.000 kërkesa më pak se një vit më parë. Por megjithatë është një numër tepër i madh, pra siç thot edhe kancelari i ri Friedrich Merz. Friedrich Merz ka bërë të ditur se Gjermania synon që numri i azilkërkuesve të zvoglohet në më pak se 100.000 në vit. Kjo është kundërshtuar nga disa parti politike, në radhë të parë nga ekologjistët, por ata tani janë në opozit. Ndaj, mbetet të shihet vërtet se cilat do të jenë rezultatet e masave të reja kundër migrantëve dhe si do të realizohet dëbimi i migrantëve dhe azilkërkuesve ilegal. Ndaj, unë me siguri që do të përcjell këtë çështje edhe atë me shumë vëmendje, sepse në mesin e azilkërkuesve të rreshëm ka edhe shqiptar, e ju nëse doni mund të abonoheni në kanalet e mia dhe
mos harroni ta shpërndani edhe këtë video. Natyrisht, nëse doni, mund të shprehni edhe mendimet tuaja këtu në video. Ju e dini që kanalet e mia janë gjithmonë të hapura. Faleminderit dhe mirupafshim.